Kreu i shërbimit të inteligjencës Mossad të Izraelit thatë martën se vendi duhet të sigurohet që Irani të mos e rifillojë programin e tij bërthamor, 6 muaj pasi bombardoi objektet atomike të Teheranit gjatë një lufte 12 ditore. Ideja e vazhdimit të zhvillimit të një bombe bërthamore ende rreh në zemrat e tyre. Ne mbajmë përgjegjësi për të siguruar që projekti bërthamor, që është dëmtuar rënd në bashkëpunim me amerikanët, të mos aktivizohet kur, tha David Barnea në një ceremoni çmimesh për agjentët e Mossadit në Jeruzalem. Shefi i spionazhit në largim, që do të përfundojë mandatin e tij në qershor 2026, vlerësoi sulmet e papritura të Izraelit, që ai sugjeroi se zbuluan sasinë e madhe të inteligjencës që spionët e Izraelit kishin mbledhur për Iranin. Regjimi i ajatollahëve u zgjua në një moment të vetëm për të zbuluar se Irani është plotësisht i ekspozuar, tha Barnea. Duke shprehur skepticizmin e tij ndaj çdo zgjidhjeje diplomatike me Teheranin, Barnea shtoi: Irani beson se mund të mashtrojë botën edhe një herë dhe të zbatojë një tjetër marrëveshje të keqe bërthamore. Ne nuk lejuam dhe nuk do të lejojmë që të realizohet një marrëveshje e keqe, tha ai. Fuqitë perëndimore e kanë akuzuar prej kohësh Iranin se kërkon armë bërthamore dhe janë përpjekur të parandalojnë atë që t'i sigurojë ato, ndërsa Teherani gjithmonë ka mohuar akuzat. Në mandatin e tij të parë, presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq nga një marrëveshje historike që kufizonte pasurimin e materialit bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Izraeli kishte kundërshtuar marrëveshjen e nënshkruar në 2015. Irani dhe SBA filluan negociatat për një marrëveshje të re në prill të ndërmjetësuara nga Omani, por këto bisedime u ndërpren nga sulmi i papritur i Izraelit mbi Iran më 13 qershor që shkaktoi dhe konfliktin 12 ditor. SBA-t u bashkuan me sulmet e tyre në 3 objekte bërthamore iraniane. Trump ka thënë vazhdimisht se sulmi amerikan shkatroi programin bërthamor të Iranit, por shkalla e plotë e dëmit mbetet e panjohur. Pentagoni tha se sulmet e vonuan programin bërthamor të Iranit me 1 deri në 2 vjet, duke kundërshtuar një raport fillestar të klasifikuar të inteligjencës amerikane, që sipas disa mediave zbuloi se pengesa ishte vetëm disa muajshe. Udhëheqësi suprem iranian Ayatollahu Ali Khamenei më herët ka hedhur poshtë pretendimet e Trumpit se programi bërthamor është shkatruar, duke i thënë atij: vazhdo të ëndërrosh.